edhe mendoj që nuk është vullnet, ne jemi të jetu në një demokraci, dhe të thotë, jënë shtyllat themelore të demokracisë, vullneti i qytetarëve. Qaj vullnet është i shprehur me votë. Tash, a pajtohemi, a s'pajtohemi, është diçka tjetër, po është fakt që nuk mund të zhbët. Albin Kurti është personi që ka marrë më shumë të besim. A i ka dojnë në gorë... Nuk është tu e mohu, asë një prej partive. Po jo, se kërkesat e tyre janë që ta marrin udhëheqje qeverin, atëherë qka kush do tjetë në opozit. Për cila është arsyeja që duhet bëhet një qeveri në tranzicion. Veç një argument. Ideja është shtumë. Veç për post president. Lëvizja vetë vendose i ka 40 deputet, mirë po kjo nuk i siguron që me udhëheq me kuvendin edhe me qeverin. Pra ndaj edhe dalin si përfaqe propozimet tila. Propozimi për qeveri kalimtare është mi shmong një pol zgjedhje. Sepse nëse shkojmë sëri zgjedhje, prap në prill do t'jemi zgjedhje tjera. Me një qeveri kalimtare i shmong shto zgjedhjet që pritën mu muaj tash në qershor ose në shtator të viti. Apo, veç disa muaj pështyn. Një par zgjedhje pe eliminon. Po, jo në tërsi, jo një mandat 4 vjeqar. Po, atër i bie që më pak se një vit, një vet, brenda një vitit për shmong një par zgjedhje. Edhe dyta, letra Albin Kurtit... Zgjedhje është nëse ti i shmong 4 vite. Letra, jo, ti veç për i shtyn zgjedhje, sepse s'kon shpëtim. Qeveri kalimtare është fjale, nuk është qeveri me mandat plot. Kjo është kalimtare, veç mi shmong një par zgjedhje. Edhe kërkesa Albin Kurtit për një koalicion me LDK-n është ma ullë të amunshme. Nëse e lexon, thot, ja kujton liderit LDK-s që partia ti ka pas koalicion me PDK-n, AK-n, gjitha subjektet, madje edhe me to. Në me thonë tash, ky veç po donë me thonë jo. E dyta thot, ti ke qenë ministri i jemi, edhe me ty kemi qenë gjithë shka në regull, po në partin tonë dhe tash nuk janë ata me cilët ne kemi pas mos marveshje, është fjalla për Agim Veliun, që nuk është për parti. Veç i kryon problemet mbrenshme dhe nuk është një letër, një kërkesë serioze për bashkëqeverisje. LDK-ja e di shumë mirë se sa qëndron një marveshje me Albin Kurtin, më pak muj. Dhe më thonë, disa javë dhe kjo. Po dhe është mësi e mirë që LDK-ja, unë vlerësoj si parti politike me një përvojë të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve të Kosovës, që po ashtu kanë merita në krijimin e këtyre institucioneve që i kemë, është koha që të marrin edhe përgjësi, sepse shumë ka rëndësi që edhe refuzimi, edhe mënyra se ti si merr, do thotë, nuk je në politik, lavdem veç me thonë jo, edhe me bo kompromis në të mirën e vetës. Ti jem politik nëse përballë e ke një partner i cili të respekton. Nëse një partner të ti e hajvan, mëngjes kërkon bashkëpunim, mbrëmje të fynë rënd, atër është problematike bashkëpunimi, po shije që s'po don me bashkëpunu. Lumir Abdegjikun, për pos si profesor, si opinionist që e kemi par gjatë karierës së ti, për herë të parë që e kemi parë në ekzekutim në vendimare ka qenë kur ka qenë minister, edhe sot lavdrohet për punën që e ka bërë, sepse ju ka dhënë Albin Kurtin, edhe gjysmën e kabinetit ti, kur se ke pas në asnjë funksion, rrugën e ka pa, e parë e kanë marrë në qeveri edhe në